Ajo nuk është e lodhur, por sistemi i saj nervor po ndjehet i dërmuar. Ajo vrapon në një maraton që nuk e ka linjën e finishit. Kjo është mëmësia apo e të qenurit nën. Dhe sipas studimeve është shumë stresuese se sa një punë me presion apo me orar të plot. Dhe a e dini pse? Sepse çfarëdo lloj pune që bëni, të paktën keni pauza dhe keni pushime, ndërsa nënat janë në shërbim 24 orë gjatë 7 ditëve të javës pa asnjë përfaqësues. Madje edhe kur janë në gjumë, ato i dëgjojnë të qarat. Ajo është e lodhur, jo pse është e dobët, përse ajo nuk ndalet kurrë. Truri i saj gjatë gjithë kohës punon si një skaner. Çfarë ka për darkë, ai ka rezervuar terminet e nevojshme, a ka ngrënë mjaftueshëm, apo bëj mjaftueshëm. Këto janë të gjitha pyetjet që një nën i ka gjatë gjithë kohës nëpër kokë. Shtëpia mund të jetë e qetë, ndërsa truri i saj çdo herë ndjehen si me qenë në luftë. Kështu që herën tjetër kur të shihni një nën të stresuar apo të frustruar, dijeni se ajo është duke u munduar ta mbajë botën të bashkuar bashkë me sistemin e saj nervor, ndërsa trupi i saj është duke u lutur për pak pushim.